Të dashur qytetarë të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, motra dhe vëllezër, demokratë dhe qytetarë të lirë të Shqipërisë. Dua t'ju falenderoj nga zemra që qëndroni këtu të pathyeshëm. Ju falenderoj që edhe kur zhgënjimi ka qenë i madh, nuk e keni humbur dinjitetin. Ju falenderoj sepse forca juaj është kthyer gjithmonë në shpresën tonë për bashkët, në shpresën e Shqipërisë. Mbi gjitha ju falenderoj për besimin që i jepni Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare në një kohë të vështirë, në kohën e sundimit të kolerës, korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Prania juaj sonte në këtë shesh madhështor, proteste do të thotë vetëm një gjë. Kjo shoqëria shqiptare ka ende një zemër, ka ende guxim e do ndryshimin. Këto ditë kam takuar shumë prej jush, kam dëgjuar shqetësimet tuaja, lodhjen, dilemat tuaja, revoltën tuaj për gjërat që po shkojnë keq. Dhe po, në çdo takim që kam patur me ju të dashur demokratë dhe qytetarë të lirë të këtij vendi, të stërmunduar, kam marrë prej jush vetëm një mesazh. Ju nuk dorëzoheni, të gjithë bashkë ne nuk dorëzohemi. Nga ju në këtë shesh dhe në çdo takim ka mësuar leksionin më të madh të jetës time politike, se sakrifica dhe besimi janë dy vlerat më të mëdha që na kanë mbajtur gjithmonë në këmbë. Se sakrifica dhe besimi do të na çojnë përpara për të përballur me pengesën dhe problematikën më të madhe të shqiptarëve, largimin e Edi Ramës, kryeministrit më të korruptuar dhe më të inkriminuar në Europë dhe në botë. Sot jam këtu përpara jush për këtë arsye, sepse kjo protestë nuk është vetëm kundër një qeverie të korruptuar, por është për dinjitetin tonë të përbashkët, për besimin tonë dhe për të ardhmen që nuk ja falim Edi Ramës. Ne nuk jemi këtu sepse nuk rrim do të ngrohtë në shtëpitë tona. Ne nuk jemi këtu sepse na pëlqen të kalojmë kohën në protesta, por ne jemi këtu sepse korrupsioni po na merr frymën. Korrupsioni po i merr frymën Shqipërisë, sepse kartelet e drogës bashkë me qeverinë e tyre po na vjellin të ardhmen, po vjellin të ardhmen e fëmijëve të qytetarëve shqiptar. Edi Rama, Belinda Balluku, banda kriminale dhe kartelet e drogës që qëndrojnë pas tyre, duan që ne të kemi frikë, duan që ne të heshtim. Edi Rama don që ne të ulim kokën, duan që të mendojmë se jemi të pashpresë. Bashkë me çetën e tyre, të mega hajdutëve, ai do që ne të besojmë se në këtë vend të gjithë janë njësoj, se asgjë nuk ndryshon, por ne jemi këtu për t'u treguar se ata e kanë gabim dhe se e keqja nuk do të triumfoj. Ne jemi këtu për t'u thënë hajdutëve dhe kriminalëve të qeverisë se koha e tyre ka mbaruar. Tani është koha e qytetarëve ndershëm të Shqipërisë. Sepse kur pushteti vjell, nuk vjell vetëm ca para, vjell jetën tuaj, vjell mundësinë tuaj, vjell të ardhmen e fëmijëve tuaj. Sot kam një mesazh edhe për ata që janë të shumt, që do donin tishin me zemër këtu, por që na shohin nga shtëpia me dyshim, me lodhje, ndoshta edhe me frikë. Kjo nuk është protesta e një partie, kjo është protesta e njerëzve që nuk duan më të nëpërkëmben. Jam këtu për t'ju thënë se ju nuk jeni vetëm, ne nuk kemi frikë sepse ju nuk keni frikë. Këtij pushteti i janë tundur themelet dhe Edi Rama është sot njeriu më i frikësuar në Shqipëri. Ai ka frikë sepse e vërteta ka dalë, ka frikë sepse e di që rrethi po i ngushtohet, ka frikë sepse e di që ky popull kur zgjohet nuk ndalet më. Të dashur vëllezër dhe motra, sot është koha që ne të guxojmë, guximi për të mos heshtur, guximi për të mos u larguar, guximi për të mos u dorëzuar, sepse historia nuk ndryshohet nga ata që presin. Historia ndryshohet nga ata si ju
që qëndrojmë dhe historia na ka mësuar një gjë. As një pushtet nuk bien me lutje, as një pushtet nuk bien me heshtje, por as një pushtet nuk i reziston dot një populli që nuk don të dorëzohet. Ne nuk kemi luksin e dëshpërimit, ne kemi detyrimin e qëndresës, ne nuk mund të presim që dikush tjetër ta bëj këtë betejë për ne. Ne nuk mund të presim që padrejtësia të zhduket vetë, që korrupsioni të ngopet, që kartelet e drogës të tërhiqen. Ne sot jemi në këtë shesh për të thënë me zë të lartë, na dëgjoj Shqipëria dhe gjithë bota, nuk do të heshtim, nuk do të trembemi, nuk do të tërhiqemi. Ne do të qëndrojmë në sheshe, do të qëndrojmë të fortë, do të qëndrojmë me sakrificë, do të qëndrojmë me besim tek njëri tjetri. Nga sot Edi Rama duhet ta ketë të qartë. Qytetarët do t'i ketë përballë deri në largimin e tij. Jo sepse këtë e themi ne, por sepse frika ka ndryshuar krah. Sepse për herë të parë pushteti po reagon, pushteti po justifikohet, pushteti po nervozohet, sepse për herë të parë pushteti është trembur nga krimet e veta. Prandaj sot është koha për qëndres, të dashur vëllezër dhe motra. Sot nuk ju kërkohet të besoni tek një individ, as tek një parti, as tek një slogan. Sot ju kërkohet të besoni tek vetja juaj, sepse asnjë regjim nuk ka rënë nga fjalimet. Ka rënë vetëm kur njerëzit nuk kanë pranuar më poshtërimin si normalitet, sepse kur një popull ngrihet për dinjitetin e tij, asnjë pushtet nuk e ndal dot. Prandaj dhe qëndroni, rezistoni, mos u përkulni, qëndres sot, rezistencë nesër dhe fitore së shpejti për Shqipërinë. Falim ata që kanë një pyetje, ku është Partia Demokratike dhe opozita? Ndizni dritat e telefonave, ta shohin gjithë shqiptarët. Ku është populli opozitar? Ku është Partia Demokratike e Shqipërisë? Nderuar qytetar, ne sot nuk jemi mbledhur për një ritual politik e as për një protest të radhës. Sot jemi këtu si misionar, jemi këtu për të bërë histori dhe për të thënë vërtetën. Ky pushtet ka mbaruar. Edi Rama duhet jap dorëheqjen tani, jo nesër, jo pas zgjedhjeve, jo kur t'i le verdisa ti, tani. Këtu kranesh, në hijet e pushtetit që mishëron kjo godin, ka disa kohë që luhet një dramë e madhe. Frikë, dhunë, shantazh, thika pas shpine e tradhtime sortakësh. Zia ka rënë në pallatin e korrupsionit. Gjumi i tyre është prishur përfundimisht. Ata hynë e dalin nga kjo godin, jo për qeverisur, por për dy arsye: për të zhdukur provat e krimeve dhe për të mbledhur prova kundër njëri tjetrit. Visi ka ruajtur mesazhet e Ballukut. Balluku ka ruajtur mesazhet e Palloshit, ndërsa Gysi i ka filmuar që të gjithë. Kamerat fsheta, telefonatat regjistruara, USB të ruajtura, përgjimen kasaforta, të gjitha mes bandës kriminale që ende guxon dhe e quan veten qeveri, ndërsa kreu i organizatës Edi Rama nuk di më as këtë mbroj dhe as këtë lëshoj. Miliarda euro të grabitura në çdo tender, në çdo kantier e në çdo pasuri publike e private sot nuk i bëjnë më derman. Sepse nderuar qytetar, ju e dini tashmë se mekanizmi përbindësh ka rënë. Me parat e pasurit e shqiptarve, kjo band siguroi për 13 vite me radhë vota, aleanca, mbështetje, lobim ndërkombëtar, Karlo Media, krim dhe luks të shfrenuar personal. E gjithë kjo makineri u mbajgjall mbi frikën, presionin, dhunën ndaj qytetarëve, mbi shpopullimin masiv dhe përpjekjen e vazhdueshme për të likuiduar opozitën.
miliarda euro të zhdukura nga xhepat tanë, bashkë me shëndetin, edukimin, sigurin rrugore, ato ushqimore dhe cilësinë e jetës. Kjo bandë detyroi të ikin nga sytë këmbët plot 1.1 milion shqiptar. Ama sot, të nderuar qytetar, historia është përmbysur. Ata që kanë frikë, ata që kërkojnë të aratisen, ata që fshihen, ata që nuk dalin më para njerëzve, janë pikërisht këta që qeverisin kriminalisht për më shumë se një dekadë. Ndaj sot,